Jemi. Mirë se erdhët në episodin e radhës. Kam kënaqësinë të jem si gjithmonë me Renato dhe Andrej dhe Papi Çulo. Gati tu. Përshëndetje Çuna, si jeni sot me energjinë? Unë jam më mirë se Renato sot. Renato po flirton me kamerën, me gocat, me ato mami single që do shohin këtë video. Ato mami single plako janë martu tash, sa të rriti kot. Po, s'ka problem. Sa të martuar. Harrova që ka qef këto traspit kështu çift, e kupton? Nga vina Asi jam. Gjeta na fal, gjeta po jeni çik, jemi çik. Kush ka këto komplekse të tradhoj kontakt DM. Specifikoj gjitin pak. Po ti Andro tradhton? O normal. Ua, çfarë pyetje? Normal që jo, unë jam Ti nuk tradhton. Normale, because you are loyal. Unë jam një loyal boyfriend. Mos them për ato goca që të prezantova tash. A ke pa plako, më takoj njerëz në rrugë dhe ju them respekt edhe mirëpafshim. Andro në taku një ditë goca në rrugë dhe i thanë, "Ua, të kemi parë." Dhe Andro i tha respekt, se i shkreti vogli, nuk di të përgjigje. Nuk di, unë. Plus që respekton. Po, respektojmë gjithmonë marrëdhëniet dhe lidhjet që diplomatike. Marrëdhëniet diplomatike. Çuna këtë herë na kanë ardhur shumë mesazhe, nuk e di se çka ka ndodhur, ka plas bomba, nëse kemi pas më të rezervuara këto mesazhet, kemi pas shumë mesazhe dhe kemi bërë një kemi pas një kështu. Kishte plas edhe një bombil gazi këtu. Ka plas nga mesazhet tona, ka plas. Okej, çdo gjona që na ka shkruar. Dhe mezi kemi zgjedhur ato që ishin më kështu për tu diskutuar, dhe ato të tjera do t'i lejmë për episodin e radhës. Renato pra, episodin e kaluam tu na thon prishuni këtë nëse. Dynduni. Ja, derdhuni. Jam shumë kurioze që ti lexojmë këto histori dhe ti komentojmë se janë dhe pak të gjata. Kështu që të fillojmë. Renato ke nerva? Lexojmë. Keni nerva as diskutojmë fare. Ju për këtë punë do keni nerva. Normalisht do keni nerva. Brasa kam. E vërteta gjithë kësaj historia është që nuk është se ka pas në fluks mesazhe. Okej, shuj. Okej, mirë. Jo, ka pas fluks mesazhesh. Shuj! Si do të prishi, si do të prishi. Ka ndërmend të hapi podcast vetë dhe do të më rënoj. Do të na rënoj. Plako, po thuaj toç. Ka marrë lekun dhe blej byrekun. Po byrekun s'është gjë. Okej, mirë, çao. Mund ta bëjmë këtë episod dhe pa ty këtë herë. Mund të ikësh. Po mirë thuaj troç, blendi fe. Mirëpafshim. Jo, sta jap dorë. Pu, na. Pu. Mirëpafshim. Hajde ulu, hajde. Andro, vazhdojmë, jo, s'ka problem, nuk e duam këtë episod, Renaton. Do numëroj deri në 10. 1 2 Jam e martuar me 2 kalamaj dhe kam 9 vite me të. Thash do insistoni të më shumë. Shefe e keqe kjo. Thash po do insistoni apo si ishte kjo? Deri në 3 shkolla. Po çish që 3, thash na 3 deri, Po spriti kjo. Nisi drejt ke mami single çfarë? Okej, ha. Çfarë ishte? Edhe dolja fiks mua ty të. Po, edhe një nga fillimi se më tregoj. Atë u ktheva. Ik po deshe. Ore do iki. Ik. Do iki po të them. Ik. Ku do skos ti budalla? Ore do iki. Ku do skos? Kemi na gjuhë komunikimi me njëri tjetrin. Ku do skos? Do iki. Vazhdo me historinë. Vazhdoj. Se kujtoj se bëj presione boshun. Jo, mund t'ikësh nëse do, ta thash edhe që parë. Vazhdo me historinë po mirë. Ore do iki. Ik. Jo. Vazhdo me historinë po. Jo, dam, paska. Okej, jam e martuar me 2 kalamaj, kam. Më bë me qesh këtë episod, bravo. Jam e martuar me 2 kalamaj, kam 9 vite me të dhe gjithmonë e kam ditë që është besnik dhe nuk mendon për asnjë femër. Ju lutem shkruani pak sakt kur i shkruani këto historitë. Po se më se burri. Ti shkruaj të bo punë. Jam e martuar. Por kohët e fundit mes bisedash zbulova se ai fliste me trurin e tij dhe fliste me trurin e tij.
Dhe fantazonte për çdo lloj femre të mundshme dhe për shoqet e mia. Edhe ja të lutem. Fliste me trurin e tij dhe fantazonte për çdo lloj femre të mundshme. Dhe për shoqet e mia, prit pra dhe gjithmonë kur i bëja pyetje mu betonte që s'më ka tradhtu kurrë dhe e kam besuar gjithmonë, derisa herën e fundit duke vendosur të betohet mbi kalamaj e pranoi që ka pas fiksime mbi vajza të ndryshme dhe se e ka çuar në mend me më tradhtu. Po ky thot vetëm me mendime sepse ajo vajza nuk e kishte pranuar dhe ajo e fejuar. Betohet mbi kalamaj që vetëm me mendje se thot që mendja nga nuk shkon. Vërtet. Ka kohë jo. Kam shku në hand me menje. Mendja ka kohë. Në hand kam shku. Po edhe? Theksoj që kemi 9 vite bashkë, që 16 vjet që jam me të dhe nuk ka qenë kështu, por vitet e fundit sikur i ka hyrë vetja në qef. Tani e shoh që është penduar shumë dhe ka disa ditë që thot e kam stopu trunin, mos më mendua asgjë dhe e kam arrit, por nuk di çfarë të bëj, jam në gjendje shumë të keqe emocionale, shpirtërore. A ka mundësi që pas kaq vitesh të ndodhin këto gjëra mes një çifti për shkak se është konsumuar marrëdhënia shumë apo mund të jetë kalimtare? Tani, tinja sinqert. Ha. Plago, ku ka që 16 vjet. Një ti të ngjell. Au, që hat një të ngjellum. Po paktën ti lesh lirinë të mendumit. Po tregojmë të kishin. Po jo, po paktën lirinë të mendumit du ta ketë, okay. Sa se pas ka. Po tregojmë të kishin, okay. Paktën mendimin. O Renato, edhe Alban Skënderaj me Miriam Canin që aq vjet kanë qenë, po s'e ka tradhtu ndonjëherë edhe s'ka shku, po e dim. Një pyetje kam unë. Po jo, nuk mund të shikoj, jo, nuk hecet dot me këto parime se ato mirë, okay, di rast tjetër që kanë pas mbi 12 vjet. Bani se ka menduar Të lutem, flasim për rastin konkret. Çfarë do i thosh kësaj gocës ti për shembull? Kësaj gocës? Po. I lejo çunë tu. Se kjo po thosh se ç'kishte emocionalisht. Mendimet gabume, i lejohet çunit tradhti, i lejohet çunit të ketë 2-3 femra, i lejohet çuni. Do bëhesh çik më me këmbë tok se e di që nuk mendon plotësisht kështu. Do jem plotësisht me këmbë tok tani. O çia. I lejohet. Tani do jem plotësisht me këmbë tok. Po të dëgjoj. Okej, tani. Ti jemi realist. Realist. Ne si çuna andro. Shiko, bane kundërshtove kot. Okej, vazhdo ta gjej pjesë, nuk e di se do të thosh. Jo, po që të marrësh klikime, dali kështu çuni mirë, shumë kështu, e kuptoj sigur, me parime, me norma, me morale. Un kam qenë me një not. E di, se do marroj podcastin. Mirë, okay, vazhdo se. Nuk ishte kërcënim. Mos e zgjat, vazhdo. Nuk ishte kërcënim. Po më thuje. Jo, po që ta dish. Okej, çfarë po thoja? Ai po thoja. Ne si çuna, mund të shojmë një femër në rrugë aty që mund të vesh në mënyrë ekstravagante, në kështu. Ekstravagante. Po, tani syni jon, instinkti jon që kemi, na tërheq, e kupton? Po plaçi ju me gjithë instinkt. Po le ta marroj sepse është do ta gjej. Do ta gjej unë, po. Tani na tërheq atë, sepse ne kemi atë idenë që ta kisha një natë të gocën për shembull. Na vjen ky mendimi. Jo, të vje vetëm ty që si besnik. Po, masës i vjet tani. No, mund t'i shkoj një moment në mendje. Një goce nuk i shkon kjo që shefi çuna ta kisha. Jam pak më tralla besoj, e kupton? Si kështu. Tani, prandaj ju nuk e kuptoni këtë idenë e thjesht mendumit, sepse të vjen në mënyrë pa vetdijë, se instinkt, e kupton se e kemi si meshkuj. Jo, edhe ne tani, fakti që ne kontrollojmë instinktin, ajo na bën pastaj. Domethënë ti po thua që ky do të mendoj për gratë. Do të mendoj, po nuk do të shikoj sikur ka bërë gabim. Ka bërë një super gabim ky edhe tani. Po kjo nuk është se tha ka bërë super gabim. Sepse kjo thësh po thot pas 9 vitesh thot, a është normale që prap burri jot mendoj? Shumë normale plak, i shkoj ka 9 vite mos jo. Tani do jemi çik këtu. Jo, po pyetja Linda, mund ta ketë tradhtuar pa e treguar kësaj për shembull? A mund ta ketë tradhtuar? A mund ta ketë tradhtu? Absolutisht që po. Mund sa ketë tradhtu, absolutisht që po prap. Tani, kjo është çështje që nuk dihet. Ne po gjykojmë. Çfarë mendoj unë? Po tani ti. Ora, që thua ti qendron plako, se fundi fundit tjetër qendron sepse po qendron, po tani është një gjë tjetër. Andro nuk flas kot. E di se flet kot për plak, më një sekond, se don tash do të dal diku. Fol plot. Fakti që ndodh. Ja, Greta është gati për të dëgjuar. Ulu, vazhdo. Tash gati për të dëgjuar. Është pa shtriju flet se vazhdojmë. Po thoja, është e vërtetë që ndodh, por nuk do thotë që duhet ta normalizojmë, e kupton? Tani ne jemi të rritur burr. Është tjetër gjë kur je një adoleshent. Bravo Andro. Është tjetër gjë kur je adoleshent dhe ke epshe dhe dëshira seksuale të pakontrollueshme. Por në momentin që ti je në marrëdhënie të shëndetshme prej 9 vitesh,
minimumi që mund të bësh është ta respektosh marrëdhënien tënde plak. Po fakti që ky thjesht ka menduar. Kjo ka menduar se si ka thënë gjë, po kjo ka kuptuar që ky tani si me sa duket pas ka menduar për vajza të tjera dhe kjo tha dhe diçka tjetër që mos më bëri sens, që ka dashur të bëj diçka me dikë, por ajo se ka pranuar sepse ka qenë fejuar. Tani përderisa ka shkuar deri në fazën sa ky i ka thënë dikujt që hajde e provojmë, dhe ajo i ka thënë që shiko se jam e fejume. Muhabeti ka shku shumë keq, ka shku shumë thellë. Domethënë ai ka krisur marrëdhënien e vet, besimin e vet, martesën, thet thash, kështu që këtu besoj që është diçka më serioze se thjesht mendim. Po, edhe shejtani bën punë. Shejtani. Ka i shejtani, okay, edhe kjo mundet. Edhe shejtani që ndikon. Por mund të ketë pasur edhe diçka tjetër që nuk e dim si kanë pasur marrëdhënien ose raportin e vet. 9 vite janë vërtet shumë për të pasur një raport dhe mendoj që si mund ta shpëtojnë se s'do të bëj si terapist çifti. Është që të provojnë, po pra, është që të bëjnë gjëra të reja në çift. Mundoni të bini një plak në këto lingjerje çaj. Ja këto gjërat kështu që e bëjnë çik marrëdhënie në shtrat më interesant. Merrni një paruke, në një gjë kështu që paktën ti dukesh si gocë tjetër në një. Jam dakord fare. Me këtë paruke. Do t'ju shpjegoj pse. Me këtë parukeve. Po të dëgjoni se jeni duke fol vetëm me njëri tjetrin dhe nuk po kërkoni Greta, po ti çfarë mendimi ke? Po do të marrë mendimin ne që të pyesim. Po pra unë thash që po ta jap dhe unë mendimin. Ka bërë gabim thash edhe do të bini kështu lodra seksi. Po. Po Greta vazhdo tani. Po ti ishe në gjumë përpara. Jo, ja më thjep, po të pres. Se iku marrë. Do lexojmë edhe historinë tjetër. Këtë e drejtoj unë, nuk e drejtoni ju. Pushoti i pushuar. Jo, fal, do të Greta. Jo, mos i. Iko but. Dua të them, mirë, hajde. Tani unë mendoj që jo 9 vjet, po 20 vite të kesh, në qoftë se personi që ti ke në krah të do, e kam thënë dhe do ta rithem, sytë e dashuruar nuk shohin dhe nuk mendojnë për askën tjetër. Faleminderit, mirupafshim, kemi raste, kemi prindrit tanë, brezin e prindërve tanë që kanë më shumë se 20 vite që jetojnë shumë të lumtur me njëri tjetrin. Kemi po prap çifte që janë lidhur që 15 vjeç dhe kanë 20 vite njëri me njëri tjetrin, 12 vite, 15 vite me njëri tjetrin dhe nuk mërziten asnjëherë me partnerin e tyre. Biles un kam një shoqe që ka një 10-12 vite me partnerin e vet dhe nuk i është mërzitur ndonjëherë marrëdhënia dhe as ai nuk ka tentuar që ta tradhtojë ndonjëherë. Ha. S'ke mikrofonin djali. Ja, erdha me mikrofon. Se më treguan atë. Ha, se ky këtu me këtë kokën e madhe, tani nuk beson. Shumë më mytë do i dhën gjithë njerëzve me. Nuk beson se ekziston dashuria, nuk do me thënë që është fakt. Ekziston dashuria motër dhe ekzistojnë dhe njerëzit që nuk të tradhtojnë dhe i kanë syt për ty jo 9 vjet, por 90 vjet kesh me këtë të do. Po edhe tek historitë e mëparshme ekzistonte dashuria, por e mohuat. Mos harro. Po ishte episodin e kaluar ajo. Po pra, ishte episodin e kaluar. Po. Tani Greta tha gjë shumë e men që personi dur nuk e bën këtë gjë. Po tani ndodh dhe mund që edhe do kesh tilla rastesh në marrëdhënie, do kesh krisje, do kesh momente ku dashuria nuk është më e fortë se gjithmonë. Kështu që mendoj ajo që duhet bëj kjo vajza dhe ky djalë në këtë rast, se kjo ishte keq emocionalisht, është ta çoni marrëdhënien ta bëni marrëdhënien tuaj më spicy. Okej, dakord jam tek e pjesa. Do të jap një shembull. Babi im ka një kolege. Kalojmë te historia radhës. Okej. Mëse u kuptu. Kam një histori shumë delikate dhe do përpiqem ta tregoj pa shumë detaje sepse përfshin shumë njerëz. Para 4 vitesh kam qenë lidhur me një djalë, lidhje normale, jo ndonjë wow, por okay, stabil. Gjatë gjithë kohës që isha me të, u abuzova seksualisht nga një person tjetër që më la me shumë traumë, por që e mbajta për vete sepse më dukej sikur s'më ndihmonte dot njëri. Madje më keq akoma më dukej sikur do më shihnin me sy tjetër dhe mbi të gjitha ndihesha shumë e turpëruar për ta pranuar. Duke parë një film të dashurin, ishte një skenë që fliste për një përdhurim pak a shumë si situata ime. Dhe shoh reagimin e të dashurit që më bëri shumë përshtypje. Tha që edhe pse ajo është përdhunuar për të dashurin e saj, prap quhet tradhti. Edhe pse i kishte për vajzën e filmit, u lëndova aq shumë dhe më zuri ankthi sepse nëse një ditë ky e merr vesh atë që më ka ndodhur mua, do thotë të njëjtën gjë dhe nuk u ndjeva fare më e sigurt. Nuk e zgjata shumë dhe u ndava sepse nuk e zhdukja dot këtë mendim nga koka. Tani jam vetëm dhe kam frikë se nuk do gjej dot dikë që të më ofrojë siguri për këtë situatë. Lenato? Po. E para do të bëj denoncim besoj për atë tipin, që ta nisim kështu nga Tenisin nga procedura ligjore. E para.
E dyta besoj që duhet t'ja kishte tregu, e kupton, nuk mund të jetë me këtë idenë që po e çka ka thënë ai, më dhe po përdorur kjo është tradhti. Dhe treta për ta dramatizuar çik situatën në rast se kjo do ai tipi shikon këtë podcastin, do bëj lidhjen që kush do të kush ka qenë që ka parë filmin? Që ka parë filmin dhe ka thënë atë koment dhe kush është goca. Gjithsesi, nuk besoj që ka shumë rëndësi. Nuk ka shumë raste të tilla. Jo, nuk besoj që ka shumë rëndësi. Kuptoj se kuptoj. Fundja fundit kjo është nda. Jo, ajo kishte frikë tha. Jo, po, shikoj, është gjë reale plak. Shumë vajza kanë histori abuzimi edhe kanë frikë të tregojnë edhe për punë para gjykimit, siç tha kjo. Kjo nuk është se kishte frikën se mërshme sa mbrapa jemi o zoti i madh. Është shoqëria e tillë, më kupton. Nuk mundet, nuk e ka shumë. Jo më ta them diçka që ishte, do ta dish çfarë është më frikshme plak, do dish çfarë është e frikshme. Ka shumë njerëz që nuk e konceptojnë dot çfarë është abuzimi seksual. Si ky djalë në fjalë, që edhe pse pa një film që tregoi pikërisht ky fenomen, e konsideroi tradhti. Domethënë, egoja maskullore këtu shkon aq larg, bëhet aq e frikshme, saqë në vend që të tregoj pak ndjeshmëri dhe dëmshuri për këtë vajzën fjalë, thot si shkoi mendja saj të tradhtoi. Domethënë, janë aq shumë gjëra lëmb këtu brenda sa nuk di çfarë them realisht, atë ngushëllojnë presionin fjalë apo të flasin për fenomenin. Un jam një mendimi që shpeshherë ne japim mendime për ca situata që janë shumë serioze. Që jo, japim, do të thënë edhe ne, jo si jo si opinionist. Okej. Por që blendi fevzime plot. Edhe në jetë, domethënë. Çfarë tërmet? Ti do pa në film atë si. Do ja urras me got kokë. Edhe në jetë ne japim disa mendime për ca situata që po të jemi në atë situatë do vepronim ndryshe. Pra janë mendime të ftohta, janë mendime që ti po të thush, ku diun, do kisha ndak të gocën më herë. E kupton? Por ama po je gjak ftoft në ato momente. Por ama gjak nxehtë ndjes. Tani në momentin që ti je në atë situatë, unë besoj që ti e vlerëson shumë më ndryshe, edhe mbi gjitha duke ditë se sa mund ta dush partnerin që ke në krah. E kupton? Në rast se ti mund të kesh dhënë atë mendim, besoj që ka qenë një mendim i ftoft, një mendim që nuk e mendon dot veten në atë situatë dhe e gjykon goxha ftoft, por ama po ti je pjesë e situatës, besoj që mund të ndryshojë edhe mendimi. Ai mendonte për fenomenin që ai që ka ndodhur asaj vajzës. Po pra, për fenomenin që po ndodhte në film për prodhimin, prapa ai e quante tradhti dhe po të ishte dashura vet. Po dhe të marr dhe të marr një shembull shumë të saktë. Po të them, supozojmë, a do e falje tradhtin, do mund të pyesësh një gocë dhe një çun, dhe do të thonë në momentin e parë do të thonë ty jo. Por ama mund të kesh shumë njerëz që po të gjenden në atë situatë, do vepronin ndryshe. Do thonin po. Pra dhe në njëjta situatë mund të jetë edhe me këtë që ai thotë, kjo konsiderohet tradhti, sepse ndoshta mendja e tij nuk e mendon fare që kjo gjë mund të ketë ndodhur partneres vet. Absolutisht. Pastaj do hyn në lojë shumë pjesë tjera si ndjenja, sa do personi dhe ndoshta nuk do konsiderohet tradhti funditës, e kupton? Të them diçka? Dhe prandaj them që duhet ta komunikoj. Të them diçka, ky plako, ky djali, sado vjeç të jetë, çfarëdo situate që të jetë, duhet ndaj shapi nga sheqeri, siç thaj fjala. Përdhunimi është përdhunim plak, abuzimi është abuzim. Po, absolutisht. Tani nuk po flasim më për tradhti në këtë moment, sepse ti nuk e bën, nuk ke më consent plak, nuk e thua nuk e bën me pëlqim atë gjën. E kupton? Është diçka që ndodh. Jam shumë dakord. Iku. Tani kjo vajza e ka lënë thjesht për faktin, ose është ndarë thjesht për faktin që vetëm mënyra se si e mendonte ai e friksonte për marrëdhënien e vet, me të drejtë. Me të drejtë. Tani, mund t'ja kishte thënë, po çfarë do kishte ndryshuar kjo? Nuk i dihet. Ndoshta ky mund ta kishte pranuar akoma. Jo, po nuk bëhet më fjalë për pranim këtu. Këtë po them, nuk bëhet më fjalë për pranim. Ajo gjë ka ndodhur dhe e pranove se pranove ti, ajo gjë nuk është kontroll, nuk është dorë ta saj. Ore, ka ndodhur. Nuk është se kjo ka tradhtuar. A është okay për mua si marrëdhënie? Ore, absolutisht, po nuk do ndryshonte gjë dhe kjo çfarë bëri gjën më të thjeshtë dhe më të mirë. Unë da, sepse e pa shumë mirë që sido që ishte situata, si ja tha, si nuk ja tha, ajo nuk donte të ishte me atë person. Sepse para punës po këtë them pra që ne nuk e dimë, por ti mund të thush jo, nuk e fal tradhtin dhe në momentin që kur je përballë asaj situate vet, reagon ndryshe. Po ti isha unë vend atë idealin. Jo vetëm unë, po edhe njerëz. Njerëz të tjerë. Njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe në situata të ndryshme. Ja ta marrë asaj konkret. Është e sigurt që çdo njeri të jetë në pozitën e atij idealit fjalë, do ishte ndier shumë keq, do kishte vendosur marrëdhënien e vet në shumë pikë pyetje. Do kishte vendosur veten në shumë dyshime. Nuk do kisha dyshuar kurrë për fenomenin, ama normalisht kur gjendesh përballë një fakti të tillë, është njësoj sikur jesh përballë një fakti që
të lëndon edhe ty si person, po lëndon dhe marrëdhënien në të njëjtën kohë. Po, besoj që të gjithë jemi aq burra në fundit, sa ta ndajmë atë që ta shapim nga sheqeri dhe themi që këtë vajzë dua, dhe pavarësisht çfarë mund të ketë ndodhur, ne duhet të jemi krah burr fundit personit se e kupton, mund të ishte një mashkull në krah tjetër. Jam okay që do të thonë jam plotësisht se është edhe gjë serioze. Po, absolutisht. Dhe krah personit jam, dhe unë po them këtë tjetrën. Fakti ti personi që ai mund ta shpreh atë si mendim sepse duke e gjykuar shumë ftohtë. Ti po thua që ta thot, po në rastin besoj që duhet ta kisha komunikuar sepse nuk besoj që ndoshta mund të qëndrohet aty mendimi ai. Ja, do të them që këto raste duhen komunikuar, duhen folur. Ai ka gjykuar një film dhe në film ai mund ta gjykojë si shumë ftohtë. Në këtë rast jam dhe për këtë thash, një person mund thojë që jo nuk e fal tradhtin, po në momentin që ajo goca do I thojë që kam tradhtu, ndoshta mund ndryshoj shikime dhe unë mendoj që duhet ta kishte folur dhe pastaj ta kishte marrë një vendim. Kur bëjmë pjesë të situatës, marrin ato përgjigjet e vërteta domethënë, sepse kur janë brendësi gjës. Po kur janë brendësi gjës, sepse kur e gjykon kështu nga jashtë do thoj jo. Por që po ta shikosh kështu e drejtë, stekën vështrim po e shoh. Edhe unë mendoj që edhe unë mendoj që do ndisha shumë keq po t'isha ndar pas një arsye për shembull, sepse fundit nuk mendoj që ai meriton ta di, po që marrëdhënia vet mendoj që duhet ta kishte një shans te kjo pjesë. Ndoshta ai mund ta kishte pranuar këtë vajzën dhe mund kishte thënë do të qëndroja anashteje ose në krah teje. Mund të ishte bos support. Kështu që nuk e dim këtë, por gjithsesi për raste të fjalë ose të tilla raste unë mendoj që gjë më mirë që mund të bësh është që të komunikohen, të fliten, mos të mbahen fshehura. Ka shumë raste të tilla. Të denoncohen siç ato dhe Renato. Të denoncohen, po të bëjnë ditur ata, nuk e dim situatën, nuk e di si ka ndodhur, nuk e di çu shtek, po ka shumë persona që gjenden tilla udhkryqe dhe realisht thjesht nuk e zgjidh duke qëndruar ashtu plak. Thjesht do ta akumuloj do jesh gjithkohës të dyshime veten. Ajo po thoshte që nuk kam më besim për të lidhur me dikë tjetër, por nuk duhet të jetë kështu, duhet ta çlirosh veten nga tilla barra. Po. Pyetjet e vetja, kështu që. Okej. Kalojmë nga një situatë e mërzitur dhe trish në një situatë tjetër. Po. Në një histori tjetër. Po. I dashurin prej 3 vitesh më kërkoi të fejohemi me një unas super të bukur. Pas një jave kur shkoj tek shtëpia e tij, gjej një brisk gocash të përdorur. Që nuk ishte brisk gocash të përdorur, që nuk ishte imi se unë s'përdor brisk se kam bër lazer. Jo, edhe ne që kemi për lazer e përdorim brisk, po si s'ka roze kështu, xhilete. Zakonisht xhilete është edhe për meshkuj. Zakonisht femrat e përdorin. Realisht femrat e përdorin më shumë briskun. Kur e pyet ai kujt është, sikur u skuq, s'dinte çfarë të thoshte dhe tha është imi. Fiks kur tha këtë I thash apo është I motrës dhe direkt apo është I motrës. Motra është 13 vjeç ndërkohë dhe rrallë herë shkon tek shtëpia e tij. Po edhe sikur s'pun ka ajo të përdori brisk dhe më duk shumë dyshues sjellja e tij se një herë është I imi, pastaj I motrës, pastaj pas 3 vitesh më kërkoi të fejohemi, nuk di çfarë të mendoj. Do të thënë I ka kërkuar që të fejohet pas kësaj situate. Jo, pas 3 vitesh. I ka kërkuar të fejohen me një unas super të bukur pas 3 vitesh dhe kur ka shku kjo te shtëpia e këtij, ka gjetë një brisk femrash rastësisht. Këtë po them si shumë evazive si gjë. Si dallohet që është brisk femra? Po dallohet, sepse është roz, është fiks për femra. Femrat kanë brisjet e tyre. Është marka, por duhet një markë që është fiks brisk për femra, se janë disa marka që janë female. Do të mund të marr një tim me brisk femrash. Jo, sepse ty lexon men. Unë si kam pa kur thjesht kam marr brisk. Është detaj pa rëndësishëm, e kupton, dhe edhe mendoj që dhe historia këtu është shumë evazive, sepse nuk mund bëhet xheloze. Por unë mendoj që ky po të kishte qenë ndershëm, do kishte thënë, "Është shpirt e mora gabimisht, kështu femrash." Nuk mendoj që është kaq I pafajshëm ky këto. Unë nuk e di që është specifik, se unë thjesht pa ne them thjesht. Po pra, kem zgjedhur ja se ç'thot ti që mund të kishte thënë direkt, po të ishte I pafajshëm, mund të kishte thënë që "O shpirt, ku di unë e mora aty se pash fare ç'a ishte meshkuj apo femrash." Kupton si histori tilla. Siç mund të jesh ti. Serviza komplet. Dhe dyshimi. Jo, sikur. Dhe ik dhe Dhe dyshimi I dytë që unë kam, të lutem ta them këtë ulu aty. Mua mos bërtit se për audiencë, për skandale këto bona. Zot I madh. Dhe dyshimi I dytë është titulli do të bëshuar. Unë më bë skandale. Renato largohet 4 herë nga podcasti. Ne tim vërtet këtu. Po, vazhdo Greta ta humbën, po. Dyshimi I dytë që kam këtë situatë është në fillim ky është skuq që I ka thënë po është I imi dhe pastaj ka thënë po është I motrës, kupton? Ka bërë një switch shumë të shpejt, që domethënë ka qenë siklet se nuk e ka ditë. Pastaj kjo femra që ky e ka tradhtuar këtë parrujt ka shku ky ka blej brisk. Jo, pra ne po them që është histori evazive, është histori shumë e pa trajtuar, domethënë nuk e di.
Unë di shumë histori realisht. Se do dalë aty se ku piu mall diku. Po. Po më shumë hundës se jam allergjike. Greta të shkuara. Faleminderit Andro. Ka shumë histori të tilla si kjo ku femrat lën sende ose objekte personale në shtëpitë të dashurve. Kur nuk kam dëgjuar për brisqe. Kam dëgjuar për sotjena, kam dëgjuar për kremra, kam dëgjuar për lloj-lloj gjërash, po bris kjo. Kështu që në këtë situatë nuk e di vëlla se si çfarë të them, motor në këtë rast çfarë të them, sepse mund të jetë edhe kjo gjë që thot ky, mund të jetë edhe një gjë që mund të jetë pak e dyshimt, po të hamendsojmë për tradhti është pak ku diun është një jumping to conclusion shumë i madh, do të thonë kalosh konkluzione direkt. Po, për mua është. Nuk është tradhti. E di pse, sepse jam binte kjo pjesa që ja për shembull Renato që është i ndershëm te kjo pjesa që thotë vëlla unë se di që kanë të ndara këto meshkujt e këto brisit e meshkujve të femrave dhe përgjigja direkt do ta dish po të kishte marrë një bris roz. Gret, do ta dish një situatë vërtet se çfarë mund të kenë ndodhur. Nuk e di, që më ka ndodhur dhe mua. Një gjë e tillë. Ka thënë 3 alternativa të ndryshme. Jo, ta them një alternativë shumë të mundshme dhe që mund të jetë dhe vërtet. Ajo mund të jetë një diçka që mund ta ketë pasur një ish e dashur e këtij esëm. 3 vite, ka 3 vite o plak i lidhur me këtë. Ore, ç'lëndsi ka, mund të jetë diçka që e ka pasur një person që e ka pasur në jetë, mund të ketë qenë ish e dashur, mund të ketë qenë ku diun, çfarë do të gjë. Ka 3 vite me këtë gotë, se është e pamundur që ai të ketë kontakt me ishin para 3 vitesh ka lënë briskun ajo aty. Ore, po dëgjoj mua tani se ka gjëra, janë më të thella mohabete se ç'mendon ti. Po më sa dinaj se do ikesh prap. Jo. Po, të do ikim tamam. Jo, mor burrë pa për ndërpreve, mor edhe. Edhe siç po thoja Greta. Do vish. Po xhirohesh akoma. Lutem Arsen. Hajde, do t'jap 100.000 lek plus. Pse dole çurrat dhe burrë. Ja, pra, çik komunikim do robi. Na falni. Okej, pra ti ç'po thoja. Nuk po flas për rastin fjalë që ka 3 vite, 2 vite, po ç'a ndodh realisht është që mund të kesh diçka në shtëpinë tënde që ti nuk e di që e ke plak. Dhe kjo mund të jetë një gjë që i përket një ish të dashure. Tani, ka njerëz që vinë e gjejnë dhe për të mos t'i thënë që kjo i përket atij personi, mund të gënjesh. Pra mund të jetë një gënjeshtër e bardhë, mendoj unë. Plak, nuk është gënjeshtër e bardhë se ka 3 vite, nuk ka 3 javë. Po mirë. Po të kishte 3 javë do justifikoja dhe do thoja, po ka qenë një gënjeshtër e bardhë se mund të ketë qenë para 3 javësh me ishin e vet, me një femër që ka pas. Se nuk e ka ditë. Po të kesh 3 vite, s'ka një 3 vite pa pastru banjën ai dhe ka gjetë briskun. Është një gjë e freskët. Më lejoni ta zbardhun ngjarin. Po. Okej, detektivi gadget. Është shumë e thjeshtë. Thjesht nuk po e kuptoni detajin. Ai është gay. Jo. Hadi, ky çuni do ta ketë blek këtë si puna ime dhe kur ka shkuar goca ka thënë kjo është për femra. Është ndje keq plak, e kupton? Ka thënë është ndje në siklet që i shiko pas ka marr brisk për femra, kjo mund të mendojë që un jam gay, e kupton? Dhe ka është përgjigjur në panik thotë. Edhe është përgjigj në panik. Dhe duke u përgjigj në panik ka thënë, po ngatrova, po i motrës, e kupton, kështu që ta shmangi, por nuk besoj që ka qenë një tradhti. Edhe unë nuk besoj që është tradhti, por se Renato e shpjegoi kështu dhe pse nuk është që mund. Jo, si detektiv shumë mirë e shpjegove. Bravo. New sheriff is in town. Is in town. New sheriff is in town. New sheriff is in town. Si ardhon Schwarzenegger is in town, Brazil is in town. Anglisha jam ta zgjidhëm dhe ty misteri si pas të dimitojnë gjithmonë. Jep një mundësi tjetër. A, dhe ta shikush për telefonata nga FBI-a. Të zgjidh çështje ndërkombëtare. Hajde ma gjeni këtë brisku në lali. Okej, vazhdoj me historinë e fundit. Greta, kam një pyetje që vetëm ti mund t'i japësh përgjigj. Greta e bosi perëndesh. Po si do përgjigje Greta? Oh, mam, në mendimet e tua janë shumë të lehshme. Okej, vazhdojmë. Qa, do t'i ikit? E bone bloz tani. Ja, po do ikim me tamam. Do ikim gjithë. Më ka ftuar kushërira në dasëm këtë verë. Jemi rritur bashkë dhe kemi qenë si mish e thua. Kohët e fundit të shkëputëm se kishim drejtime të ndryshme jete. Por prapë kam shumë gjanë dhe s'dua të mungoj në ditën e saj më të bukur. Se harrova të them detajin më të rëndësishëm. Dhëndri është ishi im i gjimnasit. Mirupafshi. Dhëndri është Greta ike? Po ike dhonë. Po prito për mos lëri vetëm po. Nëse s'ka problem. Dhe kështu gossip ranë gjumë për 100.000 vjetë. Hajde një brajtë. Erdhëm. Faleminderit.
Okej, lejo unë këtë vend kështu koti. Renato s'ka problem. Tani ishi I gjimnazit. Kushërira. Hajde. Dashuria. Hajde. Jo, nuk vi. Hajde. Nuk vi, jo. Hajde. Mirë më shihni me insistu. Po Greta, dhëndri ishte ishi I kësaj gjimnazit. I gjimnazit? Dhe kaq ka thënë? Kaq. Më ka ftuar kushërira ndas me kushërirën kemi qenë si misha thua. I sheftu. Unë mendoj që çiko, ka një pyetje shumë thelbësore këtu. Dhe që ndryshon shumë situatën. Nëse kushërira e di që ky filani që është dhëndri ka qenë I lidhur me kushërinë e vet, nuk besoj që është aq tragjike. Sepse përderisa ai ka zgjedhur të martohet me ishin e kushërirës së vet, I lumt të vazhdoj përpara. Nëse nuk e di atë. Por ama kjo s'duhet I shkojë ndasëm. Po them, nëse ajo nuk e di, edhe mund të shkojë ndosë. Po prito burse se marrova, po thoja, nëse ajo e di që kjo është situata dhe prap ka vazhduar të martohet me do mbojnë meme edhe se radhe. Okej. Nëse është situata kështu pra siç thash, okej. Po nëse kjo nuk e di që vërtet ishi është martuar me si çfarë po them atë. Andro, lashe fare. Llashi Renato. Ore ti pse ngatrosi? Po thoja. Nëse kushërira e di që ky ka qenë I lidhur me kushërirën e vet, okej. Qofse se di, do t'ja thot. Çimi. Çfarë ti thot ajo po martohet? Çfarë ti thot? Ti thot valla. Shiko kushërinë e dashur, më bëhet çefi që po martohesh, po ky tipi once in his lifetime was inside me. Do t'ja thot me lezet se unë besoj që edhe mund të shkojnë ndasën, madje do të luhet edhe ajo muzika. Mysafir ndasmë. Jo. Ajo këngë. Ja. Pa e kënga tjetër që Rovena Stefa, si e ka ajo? Gjysevuli. Burr të martuar dashurova, një grua më tradhtor. Ose mund të jetë edhe kënga këtij çunit. Këtë marrë, këtë le. Nëse nuk e dija që është kaq e normalizuar se është historia e dytë që ndjejmë në këtë podcast, që ka lidhje me ishat që lidhen me goca që ka qenë shoqe. Ajo me shoqe po s'ka qenë lule. Po, më me shoqe. Tanë me shoqe të bëm namë, thamë që jo, s'do të bëni gjë kur ishim kështu. Tani kalojt në raport kushërir. Se di se sa e madhe mund të jetë kjo goca që pas ka thënë në gjimnaz. Kur presim në njërin që është I lidhur me 2 motra, a mund të shtroje? Shtroje. Derdhuni. Në rast se për shembull, kjo goca ka qenë e lidhur me këtë tipin në gjimnaz. Apo tani, supozojmë që kushërira nuk mund të ketë ndonjë marrëdhënie që mund të takohen për ditë apo kishin të. Po pra tha, kemi qenë shumë ngushtë, sa mishe thua, po na ndodhin gjëra ndryshme në jetë dhe secila duhet parë jetën e vet, kupton? Okej, dhe në këtë moment kushërira mund të jetë njoft me këtë personin, mund të ketë dashuri pas disa vitesh. Por është shumë mirë. Tani në çfarë situate mund të jetë ajo? T'ja thoj apo mos t'ja thoj? Më këtë po them edhe unë që tani ajo nuk ka faj, e kupto? Po s'po them që ka faj, mund ta ketë njoft. Po nëse e ka pas ditë kjo për këtë çunin, se kemi ca pikpyetje. Kjo është pra pikpyetja ime. A e di kjo që ky ka qenë I lidhur me kushërinë e vet? A se di? A e di, a se di? Sepse nëse e di është ndryshe. Nëse se di, okay, se tani s'ke ç'ti bësh, se nuk e planifikon dot këtë do njohin njerëzit në jetën tënde. Pikërisht. Po pak të meriton ta di o plak. Kjo që martohet betllaf. Meriton ta di që burri vet ka pasur lidhje me kushërinë. Po meriton ta di se tani ato prishës dasmën. Ore plak. Mo gjithë plak. Ore sotri, se zot jemi I pasjellshëm. Marrim rastin personal. Nëse unë do martohesha me një vajzë. Po me një vajzë do martohesh. Po pra po, nëse do martohesha me një vajzë e cila në jetën e vet ka qenë e lidhur me kushëririn tim dhe unë se di, gjërat ndryshojnë, sepse kjo nuk ka qenë e sinqert me mua kur më ka njohur. Sepse minimalisht duhet të thotë, shiko, un kam qenë I lidhur me kushëririn. Po ndoshta se di. Po pra këtë po them o burr që nëse e ka thënë dhe kjo ka pranuar, është okay sepse e ka marr parasysh që kjo ka pasur një lidhje. Po nëse ka shkuar deri te martesa dhe kjo nuk e di për marrëdhënien e këtyre, gjëja është shumë e rëndë. Greta ku? A kupton? Çfarë po ndodh me këtë podcast?
Të po të them. Produksioni. Jo, Greta është këtu tani, pavarësisht se ne nuk e shohim. As Purple-in se lam rregull po. Nëse, edhe po thoja që ndryshojnë shumë gjëra plak, sepse nëse nuk e di. Shiko, sa të vi Greta, do i fuzimi temë futbolli. Hajde, po. Sa i gaçë vate, po. Po të futbolli nuk kemi çfarë flasim, po për këtë plak po flasim. Kush e këto Champions League këtu? Për PSG-ja. Ja. Allun, domethënë me shpirt PSG. Me shpirt PSG, e kupton? Me shpirt PSG, sepse duhet. Ka shumë mundësi, po Inter i lu me zemër. Zemra nuk ka lidhje. Çfarë zemra ka Inter? Qofse doni që zemra Inter. Qofse doni të zemër Xharbrit. Qofse doni që të Xharbrit. Qofse doni të shpëtoj futbollin, do të fitoj PSG-ja. Po. Po nuk fitoj PSG-ja, nuk shpëtoj futbollin. Futbolli vdes në moment. Po nëse do kishte fituar Reali. Është bërë kështu, nuk ka ndonjë indiferencë. Do thonë, është fitore kur s'fiton. Reali kur eliminon nga Champions-i, zakonisht fiton vitin tjetër. Mirë që live, po kur eliminohet i e kështu, ç'a nol tash? Po, ç'a ndodh tash, domethënë, si supozon të vazhdoj Champions-i pa Realin. Si vazhdon kjo? Merr të keqër Barcelona, mendoja që këtë vit mund ta fitonte realisht. Edhe mu merr të keq, në fakt. Mendoj që merr Dembele nëse fiton Champions. Okej, rikthehemi. Po, edhe siç po i thoja Gret Renatos, se ti nuk ishe këtu dhe ne nuk po flisnim për futboll absolutisht. As nuk po flisnim për Champions, po flisnim pikërisht për këtë temë. Po, ma mirë mendja. Po i thoja Renatos që nëse unë do isha në pozitë të njëjtë dhe partnerja ime nuk do më tregonte që ishte i lidhur me kushëririn tim në një periudhë jetës, unë do isha shumë i zgënjur personalisht. Nga kush? Çështja nga partnerja ime. Po nga kushëriri? Nga kushëriri s'kam se mos se ti se nuk ka drejt kushëri pa thot. Çështja është që kjo ka qenë lidhur në gjimnaz dhe nuk e din se sa vite mund të kaloj 10 vite o plak. Në 10 vite të ndodhin shumë gjëra. Kishte një element aty që bënte të qartë. Ta në një moment të jetës tonë rrugët tona u ndan. Pra ato nuk kishin asnjë informacion për jetët e tyre. Bravo, pikërisht. Që do të thotë që kjo nuk ka pasur si ta di me kë është lidhur kushërira. Ama në momentin që e ka marrë vesh që kushërira që ka lidhur me njërin që e ka pasur dhe kjo, mendoj që ky ka pas para, mund ta ketë pas para 10 vitesh. Por ky do t'i thot më vlla, do t'i thot sepse fundi a fundit të lidhesh me një person dhe mos ti thua. Po ndoshta ishte një fare, më do e shohin dasëm kur të vi. Okej. Po gjithsesi do t'i thot. Shikoj se gjithsesi do t'i thot. Kam kuptuar që ndoshta këto histori pa plota mund të qenë edhe podcaste të tjera që ne të zihemi. Detektivi Gaxhat, godet. Po pra, ju lutem na jepni na detaj më shumë, a njifeshin, as njifeshin, sa vite kanë, sa vite s'kan. FBI-ja ose. Ja se jam me një emision këtu. Çfarë? Po, kontaktuan direkt. Okej, jam çoni dosjen, më dërgoni dosjen që ta shoh. Ne u dha mendimet për çdo rast të mundshëm. Do isha shumë kurioze ta dija nëse do shkoshte kjo dasma. Absolutisht, unë do doja të dija çfarë do tani. Nëse na jep më shumë informacione në episodin e radhës, kështu që i presim, se përderisa e ka shkruajt këtë do na jap informacione edhe për këto që kemi thënë, që a njifeshin as njifeshin, sa kohë ka kaluar, sa kohë ka kaluar. Edi çfarë mendoj unë? Çfarë mendon? Unë mendoj që kjo do të na japë më shumë detaje që ta theksojmë në episodin tjetër. Po pra ja do na japi më shumë detaje. Okej, super. Faleminderit shumë që na ndoqët, ikëm, mirupafshim, jo. Lutem, dhe vetëm diçka të fundit. Duke qenë se është edhe pjesa e maturës tani. Po. Domethënë që janë maturantat që kështu. Okej. Në rast se ndonjë gocë dëshiron që unë të jem partneri i saj për ta shoqëruar në mbrëmjen e maturës. Policia ja u. Tani çdo gocë mbi 18 vjeç do të thosh. Jo, më lejohet kjo, pse? Po prapë, mund të ketë maturante 17 vjeç. Edhe 17 lejohet, thjesht ti e shoqëron me maturën. Ta shoqërosh? Pse ke ti mendimin që në mbrëmjet maturës? Shiko se ti nuk je aq gentleman, Po pra, në rast se dikush është domethënë ka dëshirën që të ketë për një mashkull si puna ime, të lutem të na kontaktoj. Faleminderit. Kalove nga mamit single tek maturantët, ka një ndryshim shumë drastik. Çfarë po thon? I smur fare për femra. Është kështu okazion kë. Është mirë, është ofertë. Ofertë. Nuk zgjat gjithmonë. Ofertë. Vetëm për maturantë, okay. Edhe diçka tjetër. Jo, nuk ka. Unë do ik. Unë do ik. E mbyllu. Ik. E mbyllu. Do ikim në net tjetër tash, ja. Ik, pacim, grupi. Hajde këtu. Si e puna.